Ju e dëgjuat nga kryeministri për çështjen e pensionit minimal 200, edhe pensionit mesatar 400, por ajo që duhet është një detajim më i madh kur neve ta kemi gati do ta shikojmë. Kur mendoni se mund të jetë gati? Si datë nuk di të ta them me datë konkrete, se do më duhet të thosha një gjë të Mos duhen vite. Do të kemi një skem të re të pensioneve, por kur flitet për skem nuk është diçka që është më të kërcitur. Prandaj tash sot ekonomia shqiptare është në kushte shumë më të mira. Sot kemi rritje ekonomike shumë të mirë. Mendoni se ka qenë dështuar skema e shkuar përderisa po shkohet në një skemë re? Jo, jemi në kushte më të mira. Por çfarë kishim ishte skema më e mirë, sepse ne ishim në një kolaps në skemën e pensioneve. Sot jemi në kushte më të mira se kemi rritje ekonomike, kemi paga më të larta, kemi më shumë punësi. Do bëhet jeta më e jetueshme pensionistëve? Patjetër që po. Dhe për këtë po, patjetër po. E thash, unë kam si një nga prioritetet e mia personale për te dhe si përfaqësuese e Partisë Socialiste dhe e mendoj të tillë për sa kohë kemi një ulje të borxhit publik, kemi rritje ekonomike, sektorët e ekonomisë po performojnë shumë mirë. Do loboni për këtë gjë, zotëri Gjulameti, për te bindjeve që mund të ketë partia juaj? Patjetër që po. Dhe këtë e kam angazhimin tim personal. Unë kam 3 pika për të cilat i kam në merakqet e mia. Cilat janë këto beteja? Betejat e mia personale ka qenë e para për pjesën e mbështetjes të gjitha zonjave që kanë fëmijë me aftësi të veçanta. Dhe ju e keni dëgjuar nga kryeministri që do të ketë një dyfishim të pagesës së shoqërisë për tyre. Unë do të shkoj dhe më tutje, kam patur merak, do vazhdoj ta kem në mënyrë të posaçme për zonjat që kanë fëmijët të spektrit autik. Unë kam vite tashmë që diskutoj me të, kim patur ndryshime në pagesën e kujdestarisë të tyre, do jemi në ato dyfishimin e tyre, do duhet ta çojmë dhe më tutje për të arritur që të kenë një mbështetje më të mirë. Një zonjë apo një nën e cila ka fëmijët me nevoja të veçanta, nuk e ka vetëm për sot diskutimin, e ka edhe për nesër. Jo për të patur një jetë dinjitoze për fëmijën sot, sepse ata marrin kem, pra marrin pagesa, fëmija merr dhe nëna si shoqëruese, po do të jetë edhe për nesër për çështjen e pensionit. Sot ne e kemi në program, do duhet ta kemi dhe më shumë. Nëse diskutojmë që ju pagohet sigurimet shoqërore për nënat që janë me 2 apo 3 fëmijë, do duhet ta shikojmë edhe për zonjat të cilat kanë fëmijë me nevoja të veçanta, sepse unë besoj që Partia Socialiste në themelet e saj ka drejtësinë sociale. Sot ne kemi kushtet ekonomike që të kemi politika sociale të jenë në funksion të këtyre zonjave. Ndërkohë kam dhe çështjet e familjes, janë pjesë e programit ekonomik të Partisë Socialiste, familjet e reja. Unë jam edhe në njësi që e kemi atë lagjen e 5 majit, po për te e kemi dhe pjesën. Sot shikojmë që gjithmonë më shumë më largë është dita kur të rinjt krijojnë familje. Dhe më largë se të blenë një shtëpi, se të blesh një shtëpi në kryeqytet ose në një zonë tjetër duhen vite të tëra kredi dhe nuk dihet nëse jeton një gjallë për ta paguar apo jo. Eksakt. Ne kemi disa momente, kemi qoftë bonusin e qeras që është sot, është pjesë e programit të bashkive me mbështetje të qeverisë shqiptare. Jemi në kredite buta, sot do zgjerojmë ofertën për kredite buta apo dhe për grantet për gjithë familjet e reja apo familjet me ndihmë ekonomike me të ardhurat të ulta. Unë mendoj që pikërisht në themelet tona është kjo drejtësi sociale, do duhet merremi. Ndërkohë pika e tretë për mua është pjesa e zonjave. Mbështetja dhe fuqizimi ekonomik i gruas, pjesa e mbështetjes të bizneseve për gratë, për ato që quhet edhe buxhetimi gjinor, duhet të shkojmë më tutje, sepse mendoj që në momentet që ne fuqizojmë një grua, kemi fuqizuar një familje të tërë.